Përshëndetje dhe mirë se vini. Sot do të gërmojmë thellë në një pyetje që me siguri të gjithë ja kemi bërë vetes. Pse lumturia e vërtet, ajo që zgjat, duket sikur gjithmonë na shpëton nga duart? Na është thënë pafund se duhet të kërkojmë jashtë. Por ç'ndodh nëse e gjithë harta ka qenë e gabuar, e nëse Chelsea ka qenë gjithmonë brenda nesh? Le të ndërtojmë së bashku arkitekturën e paqes së brendshme. Të nëndojmë pak për këtë. A ka ndodhur ndonjëherë të arrini një objektiv të madh, një promovim në punë, një shtëpi e re, një sukses që e keni pritur me vite, dhe pastaj pas euforisë së parë të ndjeni se ajo kënaqësia thjesht avullon dhe ajo ndjesia e zbrazëtisë kthehet sërish? Kjo ndjesi, duhet ta dini, nuk është një rastësi. Është një sinjal i qartë se ndoshta po e kërkojmë lumturinë në vendin e gabuar. Edhe pikërisht këtu qëndron thelbi i problemit. Të gjithë bijem në atë që quhet kurthi i kushteve të jashtme. Do me thënë, jetoj me bindjen se, sikur të kisha më shumë para, sikur të arria atë pozicion, sikur të kisha marrëdhënien perfekte, atëherë do të isha i lumtur. E ndërtojmë gjithë jetën tonë mbi këto, sikure, pa e kuptuar se po ndërtojmë një kështjell të brisht prej letrash. Pra, pikërisht këtu e nisim analizën tonë. Në pjesën e parë do të zhyremi thellë brenda këtij kurthi për të kuptuar pse kjo strategji që duket kaq logjike dhe që ndiqet nga pothuajse të gjithë, në fund të ditës është e destinuar të dështojë. E po, psikologjia ka një emër për këtë fenomen, përshtatja hedonike. Tingëllon pak e komplikuar, por ideja është tepër e thjeshtë. Sillni ndërmend herën e fundit kur keni bler një telefon të ri. Ditët e para ishte diçka fantastike, apo jo? Pastaj, thjesht u bë telefoni, kaq. Mendja jon e ka këtë aftësi të pabesueshme për të mësuar me gjërat e reja, duke na lënë në një lloj rutine ku gjithmonë duam diçka më shumë, duke besuar se ajo gjëja tjetër do të jetë zgjidhja. Ky citim nga Dalai Lama e godet tamam në shenjë. Fusha e vërtetë e betejës nuk është bota jashta, por bota brenda nesh. Sepse, sinqerisht, mund të kesh vilën më të bukur në botë, por nëse brenda teje zjen zemërimi, ankthi apo xhelozia, asaj pamje nuk do t'i shijosh kurrë. Atëherë, pyetja logjike është, çfarë po e shkakton gjithë këtë trazim të brendshëm? Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet të gërmojmë më thellë se sipërfaqja. Kështu, në këtë pjesë të dytë, do të zbulojmë rrënjët e vërteta të vuajtjes. Nuk po flasim për simptomat e përditshme, por për 3 shkaqet themelore që e ushqejnë vazhdimisht pakënaqësinë tonë. Ja ku i kemi, sistemi ynë rrënjor i pakënaqësisë. Ai përbëhet nga 3 elementë shumë të fuqishëm që shpesh veprojnë në prapaskenë pa e kuptuar ne. E para, padituria, një keq kuptim total i mënyrës se si funksionon realiteti. E dyta, lidhja e tepruar, kapja i jonë e dëshpëruar pas gjërave që duam. Dhe e treta, mospëlqimi, refuzimi ynë i fortë ndaj gjërave që nuk duam. Tani, le të zbërthejmë një nga një. Rrënja e parë, padituria, të jemi të qartë, nuk ka të bëjë me inteligjencën apo shkollimin, është një gabim thelbësor në perceptim. Ne e shohim botën, shëndetin ton, punën ton, marrëdhëniet tona, sikur janë gjëra të ngurta, të pandryshueshme. Por realiteti është si një lumë, gjithmonë në lëvizje. Duke u kapur pas idesë së diçkaje të përhershme, ne praktikisht po i hapim derën zhgënjimit. Dhe ky keq kuptim krijon atë që mund ta quajmë iluzioni i përjetësisë. Veprojmë sikur gjithçka do të mbetet siç është, dhe kur ndryshimi i pashmangshëm troket në derë, ndihemi të tronditur, të tradhtuar, akoma më keq kjo na bën të ndihemi të izoluar. Duke menduar se jemi entitete të ndara, të përhershme, ne ushqim konflikt dhe vetmi në vend që të ndërtojmë lidhje. Tani, kalojmë te rrënja e dytë, lidhja e tepruar. Të kesh qëllime dhe dëshira është krejtësisht normale dhe e shëndetshme, por lidhja e tepruar është diçka tjetër. Është kur e gjithë mirëqenia jonë emocionale varet nga një rezultat i caktuar. Është diferenca mes të thënit, do të ishte fantastike po të arrija këtë, dhe të besuarit nuk mund të jemi lumtur pa këtë. Këtu dëshira kthehet në pranga. Pasojat janë shumë të qarta. Kjo lidhje e tepruar na fut në atë rrotën e pafundme të miut. Krijon një ankth konstant se mos humbasim atë që kemi dhe na shtyn të vrapojmë pa pushim pas gjë së tjetër. Lumturia jon bëhet tejet e brisht, gjithmonë e varur nga rrethanat e jashtme që në fundit nuk janë kurrë plotësisht nën kontrollin ton. Dhe kështu arrim te rrënja e tretë, mospëlqimi ose aversioni. Nëse lidhja e tepruar është forca që na tërheq drejt gjërave, aversioni është forca që na shtyn t'i largojmë me dhunë. Është ai reagimi ynë automatik për të refuzuar çdo gjë që na shkakton parehati, një kritik në punë, një bllokim trafiku, një dhimbje koke dhe shpesh shpërthen në formën e tij më të pastër dhe më shkatruese, zemërimi. Ky citim na tregon një të vërtetë therse.
Zemërimi është si një helm që e pim vet duke shpresuar se do të dëmtojë dikë tjetër. Ai e përmbryt sistemin ton me hormone stresi, na e mjegullon komplet gjykimin dhe na bën të themi të bëjmë gjëra për të cilat më vonë pendohemi thellësisht. Në fund, dërmi më i madh nuk i bëhet objektivi të zemërimit ton, por vet arkitekturës son të brendshme. Atëherë, cili është kundërhelmi për këtë prirje për të refuzuar dhe për të zemëruar? Përqiqja mund të duket paradoksale, por është jashtëzakonisht e fuqishme, dhëmshuria. Kur jemi të shtytur në problemet tona, bota jon bëhet shumë e vogël, por kur e zhvendosim vëmendjen te mirëqenia e të tjerëve, kur përpiqemi t'i kuptojmë ata, perspektiva jon zgjerohet në mënyrë dramatike. Dhëmshuria, në thelb, na liron nga burgu i ngushtë i unë, mua, imja. Në rregull, kemi bërë diagnozën e problemit dhe kemi identifikuar rrënjët e tij. Tani vjen pjesa më e rëndësishme, pjesa që na jep shpresë dhe fuqi. Pjesa e tretë, si mund të fillojmë ta stërvisim në mënyrë aktive botën tonë të brendshme. Ideja kryesore këtu është kjo. Mendja nuk është diçka e fiksuar, e gdhendur në gur. Mendja është si një kopsht. Nëse e lëm pas dore, atëherë normalisht që barishtet tek qija, zemërimi, ankthi, mendimet negative do ta pushtojnë. Por lajmi i mirë është se ne mund të jemi kopshtarët. Ne mund të zgjedhim çfarë të mbjellim dhe çfarë të kultivojmë. Dhe ky proces kopshtarie ka 3 hapa shumë praktike. Së pari, identifiko, mëso ti dallosh këto barishte të këqija mendore sapo fillojnë të mbijnë. Së dyti, zëvendëso, mos u mjafto vetëm me prerjen e tyre, por shkulli me rrënjë, duke punuar sistematikisht për t'i eliminuar. Dhe së treti, kultivo, mbill qëllimisht farat e cilësive që dëshiron, durimin, mirënjohjen, urtësinë. Dhe ky nuk është një talent i lindur, është një aftësi që stërvitet. Dhe kjo tabel e përmbledh strategjinë në mënyrë perfekte. Shikoni sa bukur lidhen të gjitha. Për rrënjën e paditurisë, besimin e gabuar se gjërat janë të përhershme, kundërhelmi është urtësia, dhe praktika është të përqafojmë faktin që gjithçka ndryshon. Për rrënjën e lidhjes së tepruar, dëshirës së pashuar, kundërhelmi është mirënjohja, dhe praktika është të vlerësojmë plotësisht atë që kemi tani. Dhe për rrënjën e mosfëlqimit dhe zemërimit, kundërhelmi më i fuqishëm është dëmshuria, praktika e të parit të vetes të tjerët. E gjithë kjo praktike ndërgjegjshme na shon drejt destinacionit final. Në pjesën e 4 do të shohim se si të gjitha këto pjesë bashkohen për të krijuar një rrugë të qartë drejt asaj që të gjithë kërkojmë, paqe së vërtet të brendshme. Ja ku arritëm në idenë thelbësore të gjithë kësaj analize. Paqja e qëndrueshme e vërteta nuk vjen duke u përpjekur me dëshpërim të kontrollojmë botën kaotike dhe të paparashikueshme rreth nesh. Ajo vjen nga puna e brendshme, por plotësisht e mundshme e transformimit të mendjes son. Ky është ndryshimi i perspektivës që ndryshon absolutisht gjithçka. Dhe rezultati përfundimtar i kësaj pune është ajo që quhet liria e brendshme. Imagjinoni për një moment një gjendje qetësie dhe qëndrueshmërie që nuk mund të tundet nga stuhitë e jashtme. Kjo nuk është një dhuratë me cilën disa njerëz lindin dhe disa jo. Është një aftësi që ndërtohet, një muskul mendor që forcohet me praktikë. Kjo na jep fuqinë të jemi vërtet arkitektët e mirëqenies son. Dhe kështu, teksa i afrohemi fundit, le të kthehemi edhe një herë te metafora e kopshtit të brendshëm. Le të bëjmë një pyetje. Kur shikon peizazhin e mendjes së vet, cila është ajo barishte e keqe, mbase një inat i vjetër, një ankth që nuk të ndahet, një pritshmëri e pamundur, për të cilën ka ardhur koha të shkulet? Cila është ajo gjëja e vetme që, po të hiqej, do të linte hapësirë që diçka e re dhe e bukur të ritej? Sepse puna e vërtet, arkitektura e paqes, pikërisht aty fillon.